Mirë dita, mirë se keni ardhur, të nderuar besimtarë, të nderuar klerik dhe përfaqësues të komiteteve tona fetare. Jemi në marshimin e përditshëm, ku si vjet kemi një temë shumë të rëndësishme, që është vllazërimi, virtyt që na thëhet për bashkëpunim shoqëror e kombëtar, duke patur parasysh situatën në cilën vërtet kombi ndodhet, me problemet shqetësuese që kanë prezentanë kosovar, po njëkohësisht edhe problematika të ndryshme që ka hasur gjithë shoqëria jonë, si në aspektin e shëndetit në Covidin, po ashtu edhe problemet ekonomike që janë të vazhdueshme. Atëherë, Komiteti Fetar mendoi se tema apo thirrja kryesore që ne do të bëjmë komitetet tona në përgjithësi është të japim një shembull për vllazërimin, i cili na shtyn që të bëjmë vepra vërtet në dobi të tonë. Don Giuseppe Testas, i cili, si përfaqësues i Kishës Katolike, ka temën e rëndësishme misionarët si shembull i palodhur për vllazërimin. Shoqëria gjithnjë e më e globalizuar na bën të afër, por nuk na bën vëllezër, siç ka theksuar Benedikti XVI në letrën enciklike Caritas in Veritate. Ekziston një ndryshim midis të qenit të afër dhe të jetuarit në vëllazëri. Të jetosh në vëllazëri nuk është automatike. Është e mundur të jetohesh afër me të tjerë në të njëjtin çatim, edhe të jenë vëllezër dhe motra të njëjtin gjak, por të mos jetohet vëllazëri. Libri i Zanafillës na tregon se Adami dhe Eva, çifti i pari krijuar nga Zoti, kishin dy djem, Kainin dhe Abelin. Ata ishin vëllezër. Fjala greke adelphos do të thotë të ardhur nga i njëjti bark. Por fatikeqësisht ata nuk jetuan në vëllazëri. Abeli është barim, Kaini është bujk. Identiteti i tyre i thellë dhe në të njëjtën kohë thirrja e tyre është ajo që të jenë vëllezër, edhe në larminë e veprimtarisë dhe të kulturës së tyre, të mënyrës së tyre për të krijuar marrëdhënie me Kryin dhe me Krimin. Por vrasja e Abelit nga Kaini vërteton në mënyrë tragjike mospranimin rrënjësor të thirrjes për të qenë vëllezër. Ngjarja e tyre vë në dukje detyren e vështirë për të cilën janë thirrur të gjithë njerëzit. Papa Francesku na tregon që rënja e vëllazërisë ndodhet në aftësinë e Kryit. Nuk bëhet fjalë për një aftësi të përgjithshme, të padalluar dhe historikisht jo të efektshme, por për dashurinë personale, të saktë dhe jashtëzakonisht konkrete të Kryit për çdo njeri. Pra, një aftësi që lind në mënyrë të efektshme vëllazërimin, sepse dashuria e Kryit, kur pranohet, bëhet mjeti më i mrekullueshëm i shndërrimit të jetës dhe të marrëdhënieve me tjetrin, duke i hapur njerëzit ndaj solidaritetit dhe ndaj bashkëndarjes vepruese. Tema e vëllazërisë njerëzore përshkon letrën enciklike që Papa Francesku shkroi më 3 tetor 2020, e cila titullohet Të gjithë vëllezër. Papa thekson se jo vetëm liria dhe barazia vlerësohen nga vëllazëria, por nëse kjo e fundit mungon, të dy të parat të gjithashtu zhvogëllohen në vlerën e tyre. Vëllazëria nuk është vetëm rezultati i kushteve të respektimit të lirive individuale, as i një drejtësie të caktuar të rregulluar. Edhe pse këto janë kushte të mundësisë, ato nuk janë të mjaftueshme që ajo të burojë prej tyre si rezultat i domosdoshëm. Vëllazëria ka diçka pozitive për t'i ofruar lirisë dhe barazisë. Çfarë ndodh pa vëllazëri të kultivuar me vetëdije, pa një vullnet politik të vëllazërisë i përkthyer në një edukim në vëllazëri? Dialogu midis besimtarëve të ndryshëm nuk është vetëm diplomaci, mirësjellje ose tolerancë, por një angazhim serioz për vendosjen e miqësisë, paqes dhe harmonisë, dhe për ndarjen e trashëgimisë tradicionale të vlerave të veta morale dhe shpirtërore. Krisa e botës bashkëkohore shkaktohet nga humbja e vetëdijes njerëzore dhe nga marginalizimi i vlerave fetare. Fatikeqësisht, individualizmi dhe filosofitë materialiste promovojnë vlera tokësore dhe materiale, dhe në asemblet publike ngrihet vetëm zërat të fuqishmëve dhe skëncëtarëve.
Presohet që për të miren e njerëzimit të rikuperohet dhe përmirësohet kontributi i reflektimit dhe i përshpirtëshmërish që rjedhin nga tekstet fetare. Edhe besimtarët kanë nevojë për hapësira për të dialoguar dhe për të vepruar së bashku për të mirën e përbashkët dhe provovimin e më të varfërve. Nuk është çështja që fshehim bindjet tona ndaj të cilëve jemi shumë të lidhur që të takohemi me të tjerët që mendojnë ndryshe. Sa më i thellë, më i fortë dhe më i pasur është një identitet, aq më shumë ai do të jetë në gjendje të pasurojë të tjerët me kontributin e tij të veçantë. Si besimtar, ne gjejmë veten të provokuar për të kthyer në burimet tona dhe për të përqendruar te thelbi, adhurimin e Zotit dhe dashurinë për të afërmin, në mënyrë që disa aspekte të doktrinës së son, jashtë kontekstit të tyre, të mos përfundojnë duke ushqyer forma të përbusjes, urrejtjes, xenofobisë, mohimit të tjetrit. E vërtetë është se dhuna nuk ka bazë në bindjet themelore fetare, por në deformimet e tyre. Papa kujton gjithashtu disa pika të rëndësishme të deklaratës për vëllazërinë njerëzore për paqen në botë dhe bashkëjetesën e përbashkët, të nënshtruar me imamin e madh Ahmad Al-Tayeb në Abu Dhabi më 4 shkurt 2019. Pika e parë është deklarata se besimet fetare nuk nxisin kur luftë, nuk nxisin ndjenja urrejtje, armiqësie, ekstremizmi dhe as nuk ftojnë në dhunë ose gjakëderdhje. Këto katastrofa janë rezultat i devimit nga mësimet fetare, i përdorimit politik të feve dhe gjithashtu interpretimeve të grupeve njerëzish fetare që kanë abuzuar në disa faza të historisë në ndikimin e ndjenjes fetare në zemrat e njerëzve. Në të vërtetë Zoti i plotë fuqishëm nuk ka nevojë të mbrohet nga askush dhe nuk dëshiron që emri i tij të përdoret për të terrorizuar njerëz. Pika e dytë është thirrja për paqe, drejtësi dhe vëllazërim. Me emër të Zotit, ne deklarojmë se përvetësojmë kulturën e dialogut të si rrugë, bashkëpunimin e përbashkët si sjellje, njohjen e ndërsjellët si metodë dhe kriter. Drejtësia e bazuar në mëshirë është rruga për të arritur një jetë dinjitose, në të cilën çdo qenie njerëzore ka të drejtë. Dialogu, mirëkuptimi, përhapja e kulturës së tolerancës, pranimi i tjetrit dhe bashkëjetesa midis qenieve njerëzore do të kontribuonin shumë në zvogëlimin e shumë problemeve ekonomike, sociale, politike dhe mjedisore që shqetësojnë një pjesë të madhe të racës njerëzore. Dialogu mis besimtarëve do të thotë takim në hapësirën e madhe të vlerave të përbashkëta, shpirtërore, njerëzore dhe shoqërore dhe investimi i kësaj në përhapjen e virtyteve më të larta morale, të nxitura nga fe. Do të thotë sepse ne jemi qenie racionale. Fjalë gjejmë në frazën e famshme liberté pra njaci, që libri nuk e efektshme vllazërinë, sepse dashuria e hyjë nuk pranohet dhe bëhet pjetimin e fillueshëm, shndërrimet e jetës dhe marrëdhënieve me tjetrin. Edhe pse këto janë kushte të mundësisë, ato nuk janë të mjaftueshme, që ajo të burojë prej tyre si një rezultat i domosdoshëm. Vllazëria ka diçka pozitive për t'i ofruar lirisë të barazisë. Spiriti të pasurimin e ndërsjellë të vlerave, do të qeveria të punës, të realizuar në tillë kushte vetëdijës. Aq më shumë i vetë ndjenjë të pasurive të tjerë në kontributin e tij të veçantë. Në Abu Dhabi në 4 shkurt të 2019. Pika e parë është deklarata se besimet fetare nuk nxisin kur luftën, nuk nxisin ndjenja urrejtje, armiqësie, ekstremizmi, nuk ftojnë në dhunë dhe në gjakëderdhje. Me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirëdërësit, paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Siç është bërë traditme, marshimi i paqes dhe mesazhet me cilin përsjellën Komunitetet fetare, si çdo vit, edhe këtë vit kemi përzgjedhur një mesazh me cilin prandoi nga të parë Zoti Sakol, e vllazërimi si kjo virtyt i lartë për të gjithë njerëzimin, por se edhe komunitetet fetare kanë dhënë një rëndësi
vllazërimit me të cilën duhet kenë njerëzimi në këtë botë. Në fenë islame dhe në Kur'anin famëlar është një ajet kuranor ose një verset në Kur'anin famëlar ku thotë Allahu i Madhuar në Kur'anin famëlar ku thotë me të vërtetë të gjithë njerëzit janë vëllezër të njëri tjetrit. Janë vëllezër të njëri tjetrit. Dhe kjo vllazëri padyshim nuk ruhet dhe nuk mbahet veçse me dashuri, me respekt, me harmoni të reciprok. Dhe kjo vllazëri nuk ruhet ndryshe përveç se duke qenë afër njëri tjetrit, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe duke dhënë kuraja çdo kur ka një hall apo një fatkeqësi. Dhe profeti jon i nderuar thot me të vërtetë njeriu thot do të jetë në ndihmën e Zotit derisa ai do të jetë në ndihmën e vllajt të tij. Pra, nuk do të jetë ndihma e Zotit nëse ne nuk do të jemi në ndihmë të njëri tjetrit. Pra, tu kuptojmë që ne gjithmonë do të jemi kontribues të ndihmojmë njëri tjetrin në çdo hall dhe çdo nevojë që ka njerëzimi. Këto janë mesazhet në të cilën pra i jep Kurani famëlar, i jep profeti i nderuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë shpresoj që këto mesazhe të jenë sa do pak domethënëse për ne dhe të inshallah të zbatojmë në jetën tonë. Ju falenderoj për angazhimin dhe kontributin. Të mënyrës së tyre për të krijuar marrëdhënie me hyn dhe me krijimin. Unë do të përshëndes në emër të mitropolitit tonë të Elbasanit, pasi ai nuk kishte mundësi që të vinte. Vllazërimi si vlerë për të motivuar politikën. Në të gjitha kohët, qysh nga krijimi i botës së gjerë më sot, kombet janë munduar dhe mundohen të jetojnë në vllazërimin e tyre. Kururat e këtij vllazërimi kanë qenë të forta e të siguruara në bazën e harmonisë, dashurisë dhe mirëkuptimit reciprok. Atëherë ai ka qenë i fortë, i sigurt dhe afatgjatë. Këto parime janë aktuale dhe në ditët e sotme. Bota moderne e zhvilluar në të gjitha drejtimet, sot është e tronditur. Ajo po kalon një periudhë krize morale, politike, ekonomike dhe shoqërore. Veçanërisht politika globale e përçardhë dhe e skashme ka krijuar një indek i cili përbën rrezik për shoqërinë. Edhe politika jon, partitë politike, ka nevojë për vllazërim. Pasi shikojmë që ka një gjuhë urrëtie e cila zhvillohet jo vetëm në parlament, por dhe jashtë. Tashti do të fillojë fushata politike dhe uroj dhe shpresoj që fryma e urrëties dhe përçarjes të mos jetë, por të mbizotëroj vllazërimi për të mirën e vendit dhe shoqërisë. Faleminderit. Individualizmi dhe filozofitë materialiste promovojnë vlera toksore. Sa më i thellë dhe më i fortë të i pasur është ky identitet. Është bërë traditë tashmë ky marshim shumë domethënës, i cili ka vlerën ndërsa bëjmë në fillim të vitit për të na kujtuar që fillon një vit tjetër, një vit në cilët nuk është thjesht që ne të rendim, të vrapojmë mbas gjërave të përditshme të jetës, mbas punëve, mbas bërjes së parave, që janë të domosdoshme, shumë gjëra të tjera, por të ndalojmë dhe të reflektojmë për kuptimin e jetës, për atë që është më rëndësishme për cilin për nesh. Edhe vllazërimi është nga ato gjërat që është shumë të rëndësishme. Shkrimet e shenjta na kujtojnë që vllazërimi është një virtyt. Dhe kombi ynë, më shumë se kur ka nevojë për një vllazërim, për unitet, për dashuri, për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, duke lënë menjanë ndasitë tona që mund të kemi për shkak të politikës, drejtimeve tona, qëndrimeve tona dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Kombi ynë ka kaluar në për shumë plagë. Kujtojmë që jo më shumë se para një viti e ca tërmeti, kopshti i nëntorit, ose pandemia Covid-19-s dhe shumë gjëra tjetër na bëjnë që të reflektojmë dhe të kemi solidaritet ndaj njëri tjetrit. Ja sa mirë dhe kënaqshme është që vëllezërit të jetojnë në unitet në shkrimet e shenjta. Gjithashtu në shkrimet e shenjta na kujtojnë, na thonë, a nuk kemi të gjithë të njëjtin Perëndi? A nuk na ka krijuar i njëjti Perëndi?
Pse pra veprojmë me pabesi ndaj njëri tjetrit? Pse e trajtojmë njëri tjetrin duke e përdosur beslidhjen dhe amanetin e të parëve tanë? Ana tjetër, nëse ne pretendojmë që e duam Perëndin, por nuk duam njëri tjetrin, ne jemi duke bërë Perëndin gënjeshtar në vetën tonë. Sepse nëse dikush thotë që unë e dua Perëndin dhe e urren vëllain e vet, është gënjeshtar. Nuk e do vëllain e vet, nuk e sheh atë. Ashtu si e sheh Perëndia. Dhe Perëndia kur ne shikon secilin për nesh, ne shikon me dashuri, me një tërsinë për korë, si qenie dhe rrok të tij. Kështu që mesazhi që dhe në emër të vëllezërisë ungjillore shqiptare që unë kam për këtë fillim viti për secilin për nesh është ky që le ta duam njëri tjetrin me dashuri vëllazërore. Le ta nderojmë njëri tjetrin, le të kujdesim për njëri tjetrin, dhe kështu ne mund të ecim përpara dhe mund të përballojmë çdo sfidë, çdo vështirësi që na sjell jeta. Zoti bekofsh Shqipërinë edhe lutem që 2021 të jetë një vit i mbar me gëzime dhe me gjëra të mira për kombin tonë. Faleminderit Pastor Iliri. Atëherë, unë në emër të Komitetit Ndërfetar falenderoj pjesëmarrësit që natyrisht ishin të paktë sepse ne organizuam jo si vite tjera me numër të madh për arsye të mbrojtjes kundër Covidit, por një falënderim të veçantë kam për mediat e qytetit tonë, televizionet e qytetit tonë, që kanë qenë partnerët tanë kryesor dhe që natyrisht kanë për të mundësuar promovimin e këtij marshimi, këtij mesazhi kaq të rëndësishëm, i cili vjen në një kohë të vështirë për kombin tonë, vjen në një situatë jo vetëm të përpoqshme me sfida, por veçanërisht për ne kur kujtojmë që problemi apo vendi vllajon Kosova është në vështirësi të rënda, atëherë vllazërimi del si moto kryesore. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve, urime një vit të mbar dhe gëzuar dhe shëndet të keni në të gjithë familjet tuaja. Faleminderit, mirupafshim në aktivitetin e radhës.